Pa na si grup multietnik jemi 8 deputet, tash 9 edhe vetëm Berisha është me neve. Jemi në koalicion me vetëvendosje, ata si parti më të madh në kuvend me 57 deputet kanë forcë për me votu një kandidat me neve për president. Unë e folja edhe me presidente, zonja Osmani, unë kam respekt i madh, ama duhet propozimi prej vetëvendosje, prej kryeministri Kurti, edhe na e presim këto ditë kush është kandidat edhe pastaj me pa qysh votojmë. Pa ajo ka votën time, sepse për mu zonja Osmani ka punu një punë shumë mirë, një PR shumë e madh për Kosovën jashtë vendit, edhe jemi bashkë moti, ndoshta 20 vjet jemi këtu në kuvend, edhe u kon deputetja përpara, kemi punu shumë bashkë. Kemi folë edhe me kryeministri Kurti, ai u kon një iftar me neve në Prizren para 2 natë. E presim çka vetëvendosje si partia e madhe. Jo, ala s'kemi folë as për një emër. Pa ju e dini, sipas kushtetuesës, na kemi nevojë ma shumë si 80 vota, ma shumë si 80 deputet me qenë mrenda hallën në rundin e parë për me startu me votu një kandidat për president. E presim këto ditë, ndoshta kryeministri Kurti është e qel me fol me krejt përfaqësues e opozitës, ka fillu disa takimet, kemi edhe disa ditë e presim.